Kur i kthyem në studio për të nisur edhe me diskutimin ton të sotshëm kryesisht mbi subvencionin e fundit nga qeveria për pajisjet elektronike për të ndalur edhe tek nevoja e madhe e studentëve tanë për ndihma financiare. Për të diskutuar me mua sot është Amra Osmani, që vjen në cilësinë e studentes, njëherë është edhe shumë aktive, pjesë e Unionit Studentore dhe shpesh merr pjesë në aktivitete të shumta që kanë të bëjnë me studentët. Mirë se erdhe, Amra. Përshëndetje Elisa, faleminderit për ftesën. Amra, dua ta nis me subvencionin e fundit siç e përmenda, që është miratuar nga qeveria ditën e djeshme për vaucher prej 15.300 denarësh për pajisje elektronike për studentët. Sa është i rëndësishëm ky lloj subvencionimi për studentët tanë? Atëherë ky vaucher ose ky lloj shume për studentët është jashtëzakonisht i rëndësishëm për shkak se lehtëson atë barrën financiare tek studentët. Siç e dimë ne, shumica dhe duhet të punojmë për të siguruar një mbështetje financiare dhe të paguar nevojat tona bazike edhe atë anën studentore tonën, dhe kjo vetëm na e lehtëson pak barën. Për çfarë pajisjesh kryesisht u nevojiten më së shumti studentëve që mund të përdorin këto lloj vaucherësh? Atëherë, siç e kam dëgjuar në faqen e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, e kam parë se kjo shumë mbulon një blerje të laptopit, të telefonit apo të një iPadit. A mendon se shuma prej 250 eurosh është mjaftueshme për të blerë pajisje cilësore, që siç e përmendëm edhe te kronika, shpeshherë këto pajisje janë shumë të kushtueshme se sa shuma që na jepet tek vaucheri, dhe nuk I mjafton studentëve ose duhet të shtojnë nga paratë e veta, ose sa është e mjaftueshme kjo si shifër? Atëherë, duke marrë parasysh se në të gjithë produktet kemi një rritje të jashtëzakonshme të çmimeve, kjo shumë mbulon vetëm një pjesë të një laptopi apo të një iPadi ose telefoni që është me thënë atë rangun më të ulur. Për të pasur në shumë vend në ato, ose për të përdorur për programet tona studentore, na nevojitet një shumë më e madhe për të blerë një pajisje elektronike adekuate dhe ideale për studimet tona. Si ka qenë procesi I aplikimit për këtë vaucher, sipas informacioneve tua, ka pasur vështirësi apo paqartësi? Atëherë, me thënë, procesi është zhvilluar në mënyrë elektronike, si të gjithë aplikimet tjera. Siç kam dëgjuar unë, për disa ka qenë e thjeshtë mënyra aplikimit, por disa kanë hasur vështirësi, si atë punën administrative edhe atë punën teknologjike. Dua të di sa kanë, sipas informacioneve tua që ke dëgjuar nga kolegët, ndoshta, a kanë përfituar të gjithë studentët që kanë pasur nevojë për nga ky aplikim? A kanë pasur mundësi të qasen këtij aplikimi, apo ka pasur kategori që kanë qenë të lëna jashtë? Atëherë, Ministria e Arsimit dhe Shkencës e parashet që të mbulohet një numër I madh I studentëve që të marrin këtë lloj vaucheri, por megjithatë unë nuk mendoj se të gjithë studentët kanë arritur ta fitojnë këtë vaucher apo ta aplikojnë për këtë. A është ndoshta paqartësi nga ana e institucioneve, apo se studentët nuk janë shumë të interesuar të kërkojnë? Jo, mendoj se studentët janë tani pala më e interesuar për këtë fushë. Unë mendoj se më shumë ka paqartësi nga ato organet kompetente. Çka duhet të përmirësohet në këtë program të subvencionuar? Më shumë duhet të përmirësohet se normal, tani shohim në një vend real, çmimet janë rritur, po në anën tjetër vaucheri ka një çmim jo shumë të ballafaqueshëm për studentët, prandaj do kisha bërë thirrje që të rritet, ai çmimi të bëhet pak më I lartë, si dhe të ketë mbështetje financiare më të madhe për ato familje që janë me pozita më të ulta ekonomike. A ke parë ndoshta raste ku studentët detyrohen që të përdorin ose pajisje të vjetra elektronike apo të papërshtatshme për studime për shkak të pamundësisë financiare, që I kufizon të njëjtën? Po, edhe pse ne nuk kemi shumë informata, unë mendoj se ka studentë që detyrohen të përdorin, pajisje elektronike të vjetra që nuk mund t'i shfrytëzojnë për universitet, sepse janë me pozita të ulta ekonomike ose nuk kanë, e kanë atë barën financiare të dobët. Sa ju mundësojnë kushtet të mira pune apo pajisje adekuate studentëve tanë edhe në universitete, po nga informacionet tua dua të di edhe si janë kushtet edhe para nisjes së universiteteve në shkolla të mesme, në shkolla fillore? Atëherë, ne dim se ato universitetet private I kanë kushtet edhe më të mira se ato universitetet publike. Për shembull, në universitetet publike nuk kemi një bibliotekë të dinjë ose një laborator ku studentët mund të realizojnë eksperimentet e tyre, ndërsa për shkollën e mesme, në fakt unë jam duke mësuar shkollën e mesme të mjekësisë, Nikola Shtejn,
them drejtë një pse shkolla ime, po kushtet janë tepër të mira, paktën kemi laboratore ku të punoj. A duhet që shteti të ofroj më shumë ndihma financiare për te atyre që vetë se i ka dhenë si për pajisje elektronike, ashtu edhe për shujtën studentore, që të ketë diçka më shumë për studentët? Po, këto voucherat për pajisje elektronike dhe për shutjen ditore, do të thënë janë vetëm një lehtësim për banën financiare. Kemi edhe shumë kritere tjera, do të thënë disa studentë që vinë nga jashtë duhet të paguajnë qiranë e banesës, gjithashtu konviktet ose pagesa për ushqim, detyrojnë të punojnë dhe kjo vetë se pak u lehtëson. Sa ndikojnë këto mbështetje financiare që shpesh konsiderohen si shumë simbolike nga ana e studentëve, po që prapë ekzistojnë? Sa ndikojnë në cilësinë e studimeve për studentët tanë? Sa i motivojnë ata? Atëherë, siç e ceka edhe më herët, disa studentë detyrohen të punojnë pjesë për të arritur një shumë për të mbuluar shpenzimet. Kjo e bën pak më të lehtë punën e tyre, për shkak se ato mund të përqendrohen më shumë në mësime dhe më pak në punë. Po kjo nuk do të thotë që ato nuk punojnë, ato vazhdojnë të punojnë. Si do ta përshkruajmë bashkë këtë gjendjen financiare të studentëve tani aktualisht në Maqedoninë e Veriut pak më gjerësisht nga ajo që ke parë? Atëherë, unë kam miq që vinë edhe nga jashtë, kam miq që vinë nga Kosova ose nga Shkupi. Për ato bara financiare është më e lartë, sepse detyrojnë të paguajnë një qira, të blejnë çdo muaj, domethënë ushtime, gjithashtu edhe librat, kjo nuk e lehtëson punën, do të bëjnë pagesat e për librat, ndërsa në anën tjetër studentët që studiojnë në Tetov dhe që kanë familja në Tetov, mendoj se e kanë bara financiare më të ulët, se të paktën u japën familja një shtesë më të madhe, domethënë financiare. A ju mundësohet bursa, po kushte shtesë, ndoshta nga institucionet, po edhe në universitetet private, sa ju jepet mundësi studentëve që të mbulohen sa do pak ato shpenzimet e mëdha që janë nga studimet e larta? Edhe pse Ministria e Arsimit dhe Shkencës hapën, aplikime për bursë çdo vit, në fillim të vitit akademik, nuk mendoj se të gjithë arrin të aplikojnë, ose me një fjalë nuk arrin të gjithë të fitojnë atë bursë. Të mbulohet për shembull për 900 studentë ose për mbi 1000 studentë, por nuk do të mbulohet për të gjithë studentët. Cilat janë disa prej sfidave më të mëdha financiare, do të them më shumë, që studentët i kanë përderisa janë në jetën e tyre studimore këtu në Maqedoninë e Veriut? Çka ke parë, çka ke dëgjuar më shumë nga kolegët? Atëherë fillimisht një herë pagesa e vitit apo pagesa e semestrit, prandaj pagesa e librave, ushqimi, gjithashtu disa, siç e përmenda, duhet të rinë në konvikte apo në banesa që përsëri duhet të paguajnë. Edhe ajo është e kushtueshme, është po. Kushtim më i thellë. Cilat, a mendon se kostoja e jetesës, e përmendë edhe më herët që shumë student, sidomos ato që vinë nga jashtë, duhet të paguajnë edhe qira, edhe ushqime, edhe kosto shtesë. Sa janë rritur këto kosto gjatë periudhës së fundit, sidomos e kemi parë një rritje të çmimeve në treg, mirë po sa studentët mund të ballafaqojnë ato? Fatkeqësisht, por çmimet janë rritur edhe për ne që nuk kemi student, po edhe për studentët veç mund ta paramendoj sa e kanë vështirë që studiojnë, me gjithat barë financiare. Unë mendoj se si të ceka edhe më herët, ato detyrohen të punojnë, edhe pse kanë edhe provime shtesë, mësime shtesë, ato detyrohen të punojnë që ta mbulojnë këtë shumën financiare. Është gjeten mjaft në një pozitë të vështirë. Sa ju mundsohet, nga se kemi diskutuar shumë herë këtu tek neve nga tregu i punës, sa është e lehtë për studentët që të punojnë, po njëkohësisht të jenë në studime, a ju ofrohet ndoshta këto punët part-time që janë, sa ju mundsohet rregullimi i orarit, sa është e lehtë për to që t'i bëjnë të dyat në të njëjtën kohë? Po, unë si kam dëgjuar disa punë, ofrojnë, u japin, drejt studentëve me part-time, si se këtë edhe ju, po përsëri kjo veç e vështirëson atjetën se ato përsi duhet mandej që shkojnë mësojnë për provime, nuk është se vetëm punojnë edhe atë dhe kemë përkohësisht. Duhet edhe në anën tjetër në universitet të mësojnë. Po, është pak e vështirë që ti bësh të dyat në të njëjtën kohë. Amranive, do të shkëputemi edhe njerë për një hapësirë shumë të shkurtër publicitare dhe do të rikthehemi përsëri në studio për të vazhduar me diskutimin tonë. Jemi përsëri në studio për të vazhduar diskutimin ton. Tani do të ndalemi tek një tjetër pjesë e këtyre ndihmave financiare që mundsohen nga shteti për studentët tanë, por që shpesh herë konsiderohen si të pamjaftueshme. Do të ndalemi tani tek shujta studentore, një temë për të cilën është folur gjëre gjatë në vendin ton. Studentët kanë ngrirë zërin për shkak se
thonë se nuk është e mjaftueshme realisht nga ato shpenzimet e mëdha që bëhen çdo ditë nga ne për kostot që janë shumë të larta në vendin ton, nuk mjaftojnë për një student, madje nuk mjaftojnë as për një vakt të vetëm. Çfarë rëndësie ka shujta studentore për jetën e përditshme të studentëve dhe sa të mjaftueshme janë realisht ato? Atëherë shujta ditore është shumë e rëndësishme për studentët, për ato të cilët e shfrytëzojnë fakt, e mbulon themi të paktën një vakt ose një produkt ushqimor për të blerë, po se sa është e rëndësishme ajo, nga çmimi që e kam parë dhe kam dëgjuar, nuk është se e mbulon bashkë se çka duhet për studentët. Unë mendoj se duhet pak të rritet ky çmim. Po shumë student kanë dashur realisht sa të pak të ndryshohet të rritet çmimi, të rritet shujta studentore për shkak se thonë që nuk arrin të mbulojnë asnjë vakt të plot as në mensat e universiteteve, mos të flasim për restorane apo kafene që çmimet nuk përballohen. A duhet të rritet kjo? Sa duhet të bëjnë studentët akoma më shumë për të arritur deri tek institucionet tona që t'i dëgjojnë që të rrisin vlerën e shujtës studentore për të përballuar këto kosto të larta që ne ka sjellur edhe inflacioni? Atëherë, si që cekët edhe ju, ajo është çmimi në kohën reale, tani më që e shohim në restorante apo kafe, është një çmim shumë i papërballueshëm për studentët. Se çka duhet të bëjnë ende më shumë studentët, nuk e di a keni parë ato lajmet në Serbi që janë ngritur krejt studentët këmp, pikërisht ajo duhet bëret edhe këtu ajo ideja, që të gjithë studentët të ngriten në këmp, edhe uroj që ta gjejnë atë drejtën e vet. Duhet patjetër ndonjëherë duhet një organizim pak më i madh për të arritur deri tek veshje institucioneve dhe për të marrë të drejtat tona. Dua të komentojmë pak mbi vonesat që janë bërë në shujtat studentore, sidomos gjatë këtij viti akademik. Kam dëgjuar që shumë studentë janë ankuar kryesisht prej universiteteve publike, që ka pasur vonesa, ka pasur disa probleme të vogla, shumë studentë nuk kanë arritur të aplikojnë për shujtën edhe të marrin atë të njëjtën më pas. Shumë studentëve në universitete private realisht është mundsuar, mirë po tek ato publiket ka pasur probleme më të mëdha. Çka do thuash për këtë pjesë? Atë një komentim nga ana ime për këtë pjesë është se kjo vetëm e ka vështirësuar. Me thënë, ne që e shohim mund të jetë një problem i vogël, por për ato studentët që mezi kanë pritur për ta fituar atë vauçerin, është një barë shumë e madhe. Dua të di, pavarësisht asaj se ankesat janë gjithmonë shumë të mëdha edhe sigurisht që shpeshherë neve shohim atë anën negative para asaj pozitivës, a shohim ndryshime pozitive në ambientin studentor fal këtyre ndihmave të vogla financiare që janë simbolike, mirë po mund të themi se të paktën po bëhet një hap para? Po, siç kam dëgjuar, mendoj se shohim diçka të mirë, apo do të thënë një ambient pozitiv tek studentët, sepse kjo i çon ato që të përqendrohen më shumë në mësimet dhe do të thënë të motivohen në një farë mënyre. Se unë vetë vitin e kaluar fitova një bursë edhe shumë më motivoi, arrita do të thënë më shumë të përqendrohem në mësime, prandaj edhe di ndjenjën e studentave. Si shtat ju mund të jetë një çmim simbolik apo diçka simbolike për anës së Ministrisë Arsimit dhe Shkencës, por kjo edhe u lehtëson pak studentëve, sado e vogël shumë atje. Është një lloj shtyse që të motivon edhe realisht të ndihmon ta heq sadokudo atë barën financiare që është shumë e lartë, sidomos gjatë viteve të fundit këtu tek ne. Cilat masa do të kishe dashur që të shohësh në të ardhmen për studentët për të lehtësuar këtë barë financiare që sado që mundohet nga shteti jonë që të bëjnë përmirësime të vogla, prap nuk arritet ajo që duhet? Atëherë se çka do kisha pas qejf unë të shoh në të ardhmen për lehtësimin e studentave, është që do të thënë ajo çmimi i vauçerëve apo i shutjave ditore duhet që të rritet, do të thënë bëhet real me çmimet e kohës tanishme. Gjithashtu të kenë një mbështetje financiare më të madhe për ato studentët që vinë nga jashtë, po edhe për ato studentët që janë me pozita më të ulta ekonomike dhe që kanë një çmim të kufizuar financiarisht. Gjithashtu unë kisha dashur që, do të thënë, puna e transportit edhe librave të jetë pak më e ulët, sepse e dim se librat janë pak më të shtrenjtë në universitet dhe çdo semestër, do të thënë, duhet të ndrojmë në libra të lëndëve të ndryshme. Prandaj edhe, do të thënë, një vauçer për librat ose një vauçer për transportet, paktën për studentët, do ishte mënyra më edukuate dhe më ideale.
për t'u lehtësuar barën studentëve. Veç mas këtyre ndihmave që vinë, ndihmave bazë që vinë për ushqim ose për pajisje elektronike që studentët i përdorin çdo ditë, ka edhe shumë problematika tjera me të cilat studentët përballen, sidomos siç e përmendë kur vinë prej larg ose duhet të udhtojnë, edhe të gjitha këto gjëra kanë koston e vet dhe janë mjaft të kushtueshme. Çfarë mesazhi do të drejtoje, çfarë apeli ke për institucionet shtetërore lidhur me mbështetjen studentore? Atëherë, investimi i studentave do thot investim për të ardhmen. Ne dim se, rinia premton shumë dhe unë mendoj se nëse kemi një investim më të mirë në rinin tanë apo në studentët tanë, e ardhmja do na vlerësohet më shumë dhe do ketë një të ardhmë më të mirë për të gjithë ne. Atëherë, unë do kisha dashur që aplikimi të bëhet pak më i thjeshtë dhe më i aksesueshëm për të gjithë. Shumë student, pavarësisht se kanë të drejtën për të aplikuar në këto subvencione, nuk është se e shohin ose nuk ka nevojë për to. Çfarë mesazhi do t'u jepësh vetë studentëve lidhur me aplikimin edhe përfitimin e subvencioneve? Sa është e rëndësishme që të gjithë studentët të marrin edhe të aplikojnë edhe të fitojnë të drejtën e vet? Atëherë, unë do kisha dashur të bëj apel të mos tërzohen dhe të vazhdojnë të mësojnë të ndjekin të drejtat e tyre, se ato janë ardhmëria jonë, gjithashtu se zëri i tyre ka peshë dhe ose vonë ose herët të dëgjohet diku zëri i tyre. Për aplikimi sa i përket, unë do kisha dashur që gjithë të aplikojnë, edhe ato që kanë edhe ato që s'kanë, se vetëm na ulin pakat barën financiare. Amra, dua të di sa është e lehtë të orientohesh në vendin tonë për të zgjedhur drejtime në universitete? Sa është e lehtë, sa premton vendi jonë për një të ardhme për studentët? Tani, sa premton vendi jonë, do kisha dashur të ndalen pak këtu, se shumë studentë ndalen apo ngurojnë për aplikime në universitetet tona në vendin tonë, shkak se nga korupcioni apo nga padrejtësitë që i ndjekin ato. Edhe pse kemi drejtime të shumë llojshme për të orientuar, prap disa studentë mund të mos t'ju bëjmë ballë padrejtësive që i ndjekin, prandaj edhe gjenden në një pozitë të vështirë kur vin fundi i aplikimeve. A ke konsideruar ndonjëherë si një numër i madh i studentëve tanë që fatkeqësisht emigrojnë në vendet e jashtme për një të ardhme më të mirë ose për një diplomë më të mirë që vlen më shumë? A ke konsideruar ti këtë gjë? Atëherë, do të vedion si ka ato të metet, i ka ato të bukrat, përsëri unë në vendin tim e kam familjen, e kam shoqërinë, prapja di pak rendin vendit tonë. Nuk ka se s'kam menduar, e di se jashtë është edhe me kushtet më të mira universitetet, sidomos që unë që dua ta studioj mjekësinë e përgjithshme, por prap këtu më krehen familja, shoqëria, ndryshe është Ka këtu. faktor tjerë që të mbajnë. A ka një të ardhme të mirëfillt për të gjithë neve? Kemi shpresë se do të ndryshojnë të gjitha ato që i them më herët edhe do të arrihet një drejtësi më e madhe për të gjithë. Unë gjithmonë ndalem të ajo ana pozitive edhe shumë shpresoj që të arrihet një drejtësi, paktën për brezin e ardhshëm. Vetëm thjesht uroj dhe shpresoj që të arrihet një drejtësi në të gjithë studentët. Ta sa premton institucionet se kam i Të shëndorin e tyre. Po. Amra, për çka ankohen më shumë sot të rinj tanë? Për shkak se unë e di që ti je përfshirë në shumë aktivitete dhe je afër një numri të madh të studentëve. Ku i kanë ankesat më të mëdha? Po, në fakt e librat, shumica e librave, edhe kushtojnë shumë, por mund disa të jenë edhe të dëmtuar. Gjithashtu, edhe ajo pjesa e shëndetit mendor, që është pjesa më e rëndësishme. Nga stresi, nga presioni i profesorëve, ato detyrohen, të bijnë një vështirësi dhe të demotivohen, prandaj mendoj se profesorët, fakt të universiteteve, duhet t'u lehtësojnë studentave sadopak. Jashtë vendi, siç kam dëgjuar, kur nuk je i gatshme psikikisht paraqesësh një provim apo të shkosh ta ndjekesh një ligjërat, profesori në fakt ta jep atë drejtë. Po mendoj se këtu, siç kam dëgjuar, nuk e kanë atë drejtë. E detyrohen studentët të vazhdojnë të shkojnë nëpër ligjërata. Akoma nuk e kemi arritur atë nivel të vetdijes që t'ju mundësojmë fillimisht studentëve tanë një hapësirë ku ato mund të përmirësojnë gjendjen e tyre psiqike, më pas edhe t'i kuptojmë kur e vërtetë është ndodh, studentët janë shumë të ngarkuar edhe shpeshherë edhe për shkak moshës, edhe për shkak përgjegjësive që kanë, ajo ngarkesa psiqike bëhet shumë e madhe dhe nuk arrihet. Sa është e rëndësishme t'u ofrohen edhe kushte ndoshta adekuate, sidomos në shkollat e mesme, ku është një periudhë më specifike për adoleshentët, po më pas edhe në universitete, pse jo t'ju ofrohet ndihmë
psiqike studentëve. Mirë që ndërlidhet atë, jo vetë se, do të thënë, neve na duhet një hapësirë apo një qendër rinore për të gjithë nxënësit e shkollave të mesme dhe studentët, edhe do kisha dashur që të paktën, do të thënë, nga çdo muaj si ideja, nga çdo muaj të kenë një farlloj pesë ose një farlloj vauçeri ose një kartel që çdo ditë student mund të shkojë psikolog të kontrollohet, do të thënë, të zbraset nga i stresi, nga presioni. Edhe shpesh herë, siç e përmendëm gjatë gjithë kësaj interviste, që këto bara financiare, jo vetëm tek të rinjt, po te gjithë popullata jonë është arsyeja e parë sepse çon deri në dëmtimet të shëndetit psiqik dhe është me të vërtetë për të ardhur keq. Pse rinia jo nuk është shumë aktive? Dua ta di. E di që ti je personalisht, mirë po nuk e shoh të njëjtën entuziazëm nga e gjithë shoqëria. Atëherë të folim pa maska, disa të rinj e shohin vetëm aktivitetet si humbje kohe. Në fakt, ose kanë informacione të dobta, ose nuk kanë informacione të duhura se sa të rëndësishme janë ato për zhvillimin ton personal, më shumë e shohin si humbje kohe dhe e shohin pa përfitim, ndash financiar, ndash pas një përfitim. Thjesht e shohin si humbje kohe. A ke pasur ndoshta një moment që ke pa që i gjithë aktivizmi, jo vetëm i yti, po i të gjithë shoqërisë tënde, kur keni bërë ndonjë aktivitet apo keni marrë masa për diçka, është dëgjuar edhe është përshëndetur nga institucionet? Po, nuk e di a keni dëgjuar, apo keni informata ju për iniciativën Zero që e mbajtëm në muajin mars. Do të thënë ato institucionet filluan të marrin pak masa. Do të thënë ne dërguam kërkesën se çfarë kërkesa kemi ne, do të thënë arsyet pse u do të spitali ose pse u do të ajo në ata, do të thënë ai lokali në Koçan, edhe për të gjitha ato të tjera, aksidente të tjera. Edhe tani vetë se janë hapur rastet përsëri dhe uroj të marrin përgjigje sa më të shpejt. Edhe kjo është si shak pasojë të gjithë entuziazmit që ka pas rinia jonë për të arritur deri tek një rezultat. Çfarë mesazhi ke për të gjithë ata që të ndjekin, ndoshta të rinj tanë që ngurojnë edhe nuk janë shumë aktiv? Çka duhet? Pse ja vlen që të aktivizohesh në shoqëri? Atëherë ta marr, do të thënë, veten time, unë fillova thjesht sa për joke, sa për shaka në mënyrën aktivizmit, në organizata jo qeveritare. Edhe me të vërtet më kanë zhvilluar në mënyrë më të mirë, në mënyrë më personale, do të thënë edhe në mënyrë më profesionale, prandaj u bëj thirrje të gjithëve kur të kenë kohë të lirë, vinë ta shfrytëzojnë në qendrat rinore apo në organizatat që ne kemi në Tetov, se nuk janë humbje kohe, po janë thjesht një përfitim për veten tonë. A i kemi më aktiv të rinj në Tetov apo këtu në Shkup? Si kam dëgjuar këtu në Shkup, më duket se janë më aktiv. Më aktiv në Shkup? Nuk e di, unë gjithmonë në Tetov janë më entuziastë edhe për televizion, edhe për çdo aktivitet tjetër janë më entuziastë të vinë. Nuk e di, në Shkup nuk i shoh shumë të aktivizuar. Shpresojmë që të ndryshoj kjo fenomen. Edhe unë shpresoj për këto petovarët tanë. Amra, faleminderit shumë për kohën, faleminderit që ishe sot me ne. Faleminderit dhe juve për ftesën. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për sot. Është shumë e rëndësishme që t'u ofrohet hapësirë studentëve që të tregojnë hallet e tyre dhe të tregojnë se për çka ata realisht ka nevojë, po sidomos të dëgjojnë nga institucionet kompetente. Faleminderit shumë që ishit sot me ne, deri në takimin ton të radhës, bashkë mirupafshim.